Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek artisti i madh shqiptar Labinot Tahiri, i cili ditën e sotme ka ndarë lajmin më të gëzueshëm. Një fjalë e dhënë, një premtim i dhënë në fakt në fillim të sezonit të dasmave, Labinot Tahiri nëpërmjet rrjetit social Instagram të tij kishte premtuar që 5.000 euro do t'i jepte donacion për Roelin e vogël, djalin e shpat kasapit. Dita e sotme ishte dita ku Labinot Tahiri në Instagramin e tij ndau lajmin më të madh. Labinot Tahiri, ngjitur me fotografinë të cilën në fakt edhe ju e shikoni, ka shkruar poshtë postimin: I përkas shqiptarit që e mban fjalën se ashtu më mësuan gjyshërit e mi dhe shqiptarët e traditës. Gjithmonë me Zotin dhe dashamirët mbrapa Roelit të shpatit me vepra. Sot i deponova 5.000 euro, 4.000 nga unë dhe 1.000 nga artisti 2 ton. Faleminderit shumë edhe 2 tonit dhe 2 familjeve në 2 dasma. Ju të tjerët mund t'i depononi këtu kur do që keni mundësi. Artista, këngët këndojani, por edhe depononi mjete derisa të rritet Roeli, sepse ai dhe zonja Selvie e shpatit ka nevojë për mjete. Për kritikët nuk çuditem, sepse ka nga ata që e kritikojnë nënën Teres, por ajo thoshte: vepra të vogla por me dashuri të madhe. Mbase asgjë nuk po funksionon në Kosovë, bile traditën e bamirësisë të mos ta harrojmë. Nëse nesër fëmijët e mi ka nevojë për ju, nëse unë vdes, e di mirë që populli im është me zemër sa i gjithë planeti. Prandaj unë besoj në popullin tim shqiptar të dashur. Labinot Tahiri më pas ka marrë edhe mesazhin nëpërmjet rrjetit social nga Selvie Jao, bashkëshortja e shpat kasapit, shpati tashmë të ndjer, e cila në një shkrim jashtëzakonisht të ndjer dhe emocional e ka falenderuar Labinot Tahirin për këtë nismë të bukur në fakt që ka bërë dhe për këtë donacion që i ka dhuruar Roelit. Unë vetëm për një gjë jam i bindur, duke njohur shpirtin madhor që Labinot Tahiri ka, do me thënë përpos shpirtit artistik që e ka shumë dimensional, Labi ka ditur që të jetë edhe pranë shumë shqiptarëve, nuk është vetëm Roeli. Ai ka ndihmuar shumë njerëz, ka ndihmuar shumë shqiptar ku e ka bërë të ditur, ku se ka bërë të ditur në fakt ndihmën që Labinoti ka bërë. Unë dua ta falenderoj publikisht për këtë nismë të bukur që ka bërë për ta ndihmuar Roelin. Me patjetër që zonja Selvie ka nevojë për ndihmën e artistëve. Jeta është e vështirë, nuk është jetë e lehtë, por mbi të gjitha njerëzit si Labi din të bëjnë vepra të bukura. Labi dhe 2 ton janë 2 artistë të cilët kanë bërë donacionin që Roeli të ketë një diçka në arkën e tij dhe të gëzojë lumturi pranë nënës edhe familjarëve.